Dita që do të rëndis universin. Fusha e mahsherit, dita e llogarisë. Një ditë do të vijë. Një ditë kur çdo gjë që njohim do të marrë fund. Malet do të shkatërrohen. Detet do të vlojnë dhe njerëzimi do të ringjallet për një takim të pashmangshëm me drejtsinë absolute. Kjo është dita e gjykimit. Një realitet i përmendur në mënyrë të qartë në Kur'an dhe në traditën profetike. Në këtë video, do të thojmë përmes ngjarjeve madhështore dhe tronditse të fushës së mahsherit, ashtu siç janë përshkruar nga dietarët islam. Gjithçka fillon me fryrjen e surit që do të përshkojë universin. Engjëlli Israfil, i ngarkuar me këtë detyrë madhështore, do të fryjë në sur me urdhrin e Zotit. Në fryrjen e parë, çdo gjë që është në qiell dhe në tokë do të shkatërrohet. Jeta do të ndalet. Heshtja do të mbulojë gjithësinë. Pastaj, pas një kohë që vetëm Zoti e di, do të vijë fryrja e dytë. Dhe në atë moment, toka do të shpërthejë nga brenda saj. Njerëzit do të ringjallen nga varret e tyre. Ata do të dalin me shpejtësi sikur të ishin shpërndar drejt një thirrjeje të pashmangshme. Ringjallja nuk do të jetë siç e njohim jetën. Sipas përshkrimeve në Kur'an dhe haditheve autentike, njerëzit do të ringjallen lakuriq, të zbathur dhe të parreth prerë. Askush nuk do të mendojë për tjetrin. Çdo njeri do të jetë i zhytur në frikën dhe ankthin e vet. Dielli do të afrohet mbi kokat e njerëzve. Djersa do të rrjedh sipas veprave të tyre. Disa deri në kyçe, disa deri në gjunjë, dhe disa do të mbyten në djersën e tyre. Pastaj fillon tubimi. Të gjithë njerëzit, nga i pari tek i fundit, do të mblidhen në një vend të vetëm, fusha e mahsherit. Një tokë e sheshtë, e bardhë, pas një vend për të fshehur. Në atë moment, sipas transmetimeve islame, do të sillen para njerëzve dy realitete të mëdha, xheneti dhe xhehenemi. Xhehenemi do të afrohet, i tërhequr me zinxhir të mëdhenj, duke lëshuar zëra të frikshëm dhe flak që përpijnë çdo gjë. Ndërsa xheneti do të shfaqet si një vend i mbushur me paqe dhe mëshirë, një shpërblim për ata që besuan dhe vepruan mirë. Frika në atë ditë do të jetë përtej çdo përshkrimi. Njerëzit do të kërkojnë ndërmjetësim. Ata do të shkojnë nga një profet tek tjetri, duke kërkuar që gjykimi të fillojë sepse pritja do të jetë e padurueshme. Dhe pastaj fillon gjykimi. Vepra do të peshohen, libra do të shpërndahen. Disa do ta marrin librin e tyre në dorën e djathtë, një shenjë shpëtimi dhe suksesi, ndërsa të tjerë do ta marrin në dorën e majt ose pas shpine, një shenjë humbjeje dhe dënimi. Por ajo që e bën këtë momente dhe më të rënditës është diçka tjetër. Gjymtyrët e njeriu do të flasin. Duart, këmbët, madje edhe lëkura do të dëshmojë për atë që ka bërë njeriu në këtë botë. Nuk do të ketë më mundësi për të mohuar. Çdo sekret do të dalë në dritë. Pse disa fytyra do të shkëlqejnë dhe disa do të errësohen? Sepse fytyrat janë pasqyrë e veprave. Ata që besuan, që ishin të sinqertë dhe të drejtë, do të kenë fytyra të ndritura, të mbushura me dritë dhe qetësi, ndërsa ata që mohuan dhe bën padrejtësi, do të kenë fytyra të errta, të mbushura me turp dhe frikë. Pastaj vjen momenti vendimtar. Kalimi mbi urën e Siratit, më e hollë se një fije floku dhe më e mpret se shpata. Nën të ndodhet xhehenemi që zjen. Disa do ta kalojnë si rufe, disa si era, disa do të rrëzohen dhe do të bien, dhe më në fund, përfundimi. Një grup do të drejtohet drejt xhenetit, një vend i përjetshëm, pa dhimbje, pa frikë, vetëm paqe dhe lumturi, ndërsa një tjetër grup drejt xhehenemit. Një vend i tmerrshëm, ku dënimi është i ashpër dhe i pafund për ata që nuk besuan dhe refuzuan të vërtetën. Dita e gjykimit nuk është një tregim imagjinar. Është një realitet i përshkruar me qartësi në Kur'an dhe në hadithet e profetit Muhammed a.s. Është një paralajmërim dhe një mundësi, sepse ndërsa ajo ditë ende nuk ka ardhur, ne kemi ende kohë. Koha për të reflektuar, koha për të ndryshuar, koha për të përgatitur, sepse në fund çdo shpirt do të shijojë atë që ka vepruar dhe drejtësia do të jetë absolute.